Dhe Zoti I paft ata dhe fëmijët e tyre që kanë vjedhur djesën, gjakun e këtij vendi. Jo më kot, kolegët tanë të nderuar, artistët tanë të mëdhenj, ikën nga kjo botë në moshën më të re. Dhe askush nuk u kujdes për ta. Askush nuk pyeti për ta. Askush nuk e çau trapin për ta. Dhe ata ikën me një bar pengjesh në shpirt. Dhe këto pengje të tyre ne duhet I ngrirëm me të madhe. Mos e thembi që Bujar Laku jeton në një dhomë me një kuzhinë 50 metra katror. Kurse qeveritarët tanë kanë vila nga 5 milion, nga 10 milion euro. Kjo është drama e madhe këtij vendi. Kjo është drama që këtu dhe heqin hajdutët. Këtë vend e drejtojnë hajdutët, miqtë e mi. Prandaj, sepse hajdutët nuk rrin lek, nuk edhe dosjet, edhe lekët e një dosje e marrin. 100 lekë që për një dosje, dhe ato I marrin. Që I numra llogarie për stilolapsin, dhe ato I marrin. Nuk lën lek në këmbë. Këta janë.